Sot jemi në teren, përkatësisht jemi në Klin, tek një nën me 3 fëmijë e tim. Stafi dhe vullnetarët e Islamik Relief Kosova kanë vendosur që sot asaj nëne t'i ndihmojnë në punët e shtëpisë, po ashtu nëna është përfituese jonja. Ka marrë drut e dimrit dhe ka nevojë që dikush t'i ndihmoj atë drut i bëj gati për dimër. Pas pak do të ndjekni me ne punën dhe aktivitetet tona vullnetare. Tash sa po mbërritëm tek familja, inshallah tash po i shpratim gjërat që i kemi të nevojshme për punë dhe po e fillojmë punën. Përveç shkundjes së gjakut që është bërë, po fillon ngrohimi për mbjelljen e disa fidaneve, të cilat do të jenë pemë që do i përdor familja, pemë të burrit, pemë shtëpiake. Në ndërkohë, po bëhet prerja dhe shkurtimi i druve, të cilat i kemi dhuruar. Brenda, ekipa veç se ka filluar ta bëjë lyrjen e shtëpisë. Pas pak do e shihni komplet se si ka arritur të transformohet kjo shtëpi. Elhamdulillah, pra punët e cilat i patëm në plan të përfundojmë, kemi arritur të përfundojmë me sukses, nga paku ushqimore, tek mbjellja e pemëve, tek shkurtimi i druve dhe coptimi i tyre, po ashtu lyrja nga brenda e shtëpisë. Inshallah shihemi në aktivitetin e radhës. Asalamu alaikum.